I ka lyer, thot normal si duken. Unë nuk e kuptoj o njerëz të dashur dhe të bukur. Pse duhet të gënjejmë për gjëra që bëjmë për shembull, te flokët e trupi, edhe duhet të gënjejmë njerëzit e tjerë. Nëse kam bërë diçka, do them e kam bërë. Nëse se kam bërë, më pyeti për flokët çfarë ngjyre përdor një vajzë tjetër, edhe i thash që është ngjyra ime origjinale. Edhe thot që duket sikur i ke lyer, edhe i thash që nuk e di, nuk i kam lyer. Edhe thot këtu it's me. I ka lyer normal si duken. Po të shikoni tani avash nga afër flokët e mi, mund të shikoni që ka dhe fije të bardha nëpër te. I shikoni? Që do me thënë, po t'i kisha lyer do kisha fije të bardha. I shikoni që këtu në fund ka ca fije që kanë ngel nga boja, para 2 vjetësh që kisha lyer, se si kam prerë maje, tani kam kohë, që si kam prerë. Po kjo është ngjyra ime origjinale. Dje dukeshin më të errta, se unë bas të vendit ku jam, do me thënë nëse kam më shumë diell ose më pak, duket edhe ngjyra e flokëve më ndryshe. Po kjo s'do të thotë se kam lyer flokët. Edhe po ta kisha bërë, pse të gënjeja? Nuk e kuptoj këtë gjë. Që normal nuk i kam lyer, nuk kam se të gënjej. Ky është floku im origjinal, edhe rrofsh që normal të duken të lyera, po normal nuk i kam lyer.